Ju përshëndes shikues të nderuar, jemi bashkë në fokusin special të këtij fundviti, ku kam kënaqësinë që sot të flasim për Bashkinë e Selenicës, një bashki e cila ka një pjesë të konsiderueshme të zonave rurale, por është dhe një bashki gjithashtu që ka traditë, ka kulturë, ka art, ka bujqësi, ka blegtori, ka edhe një kryetar bashkie i cili punon çdo ditë për këto zona për të bërë më të mirën e mundshme për jetën e banorëve cilët jetojnë në territorin e saj. Kënaqësi të kem sot në studio kryetarin e Bashkisë Selenicës, zotin Ertil Bellaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zoti Bellaj. Mirëmbrëma, shumë faleminderit, kënaqësi është edhe imja që jam pjesë e emisionit tuaj dhe me ju Ermal që dini të bëni intervista, dini të prekni me të vërtet realitetin dhe çështjet që kanë më shumë nevojë njerëzit dhe komunitetet. Faleminderit shumë, zoti Bellaj, kënaqësi dhe për ne që ju kemi gjithmonë këtu në emisionin Fokus, por edhe në televizionin 6+1 Vlora. Zoti Bellaj, ka qenë 2025 një vit i cili ka bërë një promovim të konsiderueshëm të Bashkisë Selenicës, fal vëmendjes tuaj dhe aktiviteteve që ju keni zhvilluar. Por nëse do të flasim në përgjithësi, si ka qenë ky vit i cilin ne po mbyllim për Bashkinë e Selenicës? Bashkia e Selenicës është një bashki, siç e thënë ti, një bashki rurale, bujqësore, blegtorale dhe ka pasur problematikat e saj, por po t'i mbledhësh të gjitha së bashku, mund të themi se ishte një vit i mbar, një vit i mirë, ku patëm rezultate në infrastrukturë, në atë fokusin që ne kemi pasur gjithmonë, kemi pasur rezultate në zhvillimin dhe marketimin e zonës si një potencial për zhvillimin turistik, ku kemi bërë shumë aktivitete në këtë vit, edhe promovimin për asetet që ne kemi. Kemi asete goxha në bashki, asete natyrore, trashëgimi kulturore, trashëgimi arkeologjike, dhe këto kanë filluar që t'japin një dimension tjetër, duke e parë edhe njerëzit sa më afër, duke e prekur, duke ndryshuar dhe mendimin. Dhe të gjitha këto zhvillime janë zhvillime të cilat sjellin një ndryshim mentaliteti, edhe te njerëzit, edhe te bizneset, duke filluar që të shërbejnë më mirë, duke filluar edhe qasjen ta kenë më pozitive ndaj e turizmeve, por edhe ndaj turizmeve vendas, pra shqiptarë të qyteteve të ndryshme, të Vlorës, Tiranës, duke filluar edhe parë si një formë biznesi që ka fitimet e saj dhe një mundësi që ta zhvillojnë akoma më shumë biznesin e tyre. Zoti Bellaj, cilat ishin disa nga projekte më të rëndësishme që ju keni zhvilluar në territorin e Bashkisë Selenicës gjatë vitit 2025? Atëre kanë qenë 3 projekte që edhe kanë përfunduar dhe një është drejt përfundimit, ose ka filluar, ka qenë rruga e Karbunarit, rruga e Treblovës dhe aksi Peshkëpi-Poçem. Pra këto 3 rrugë, 3 akse kryesore, filluan dhe ngjallën shpresën të njerëzit. Aksi nga Peshkëpia deri në Poçem është një aks i cili shërben dhe si një aks hyç dhe dalës në bashki, është një aks që u mundësua me fondet e qeverisë shqiptare, me fondet e zhvillimit, kurse pjesët e tjera ishte një bashkëpunim midis fondit dhe një pjesë nga taksat e Bashkisë Selenicës. Ndërkohë, këto janë disa investime që përmendet që japin jetë dhe zhvillim dhe ekonomisë në atë zonë, po në brendësi të fshatrave apo dhe të Bashkisë Selenicës, cilat kanë qenë ndërhyrjet që keni bërë, ndoshta edhe me mirëmbajtje të infrastrukturës, pra ka patur apo jo nevojë për mirëmbajtje të rrugëve? Bashkia jonë ka një shtrirje të gjerë, rreth 600 km2 dhe ka në përbërje të saj mbi 50 fshatra. Dhe një nga fokusit kryesor përveç akseve lidhse nga rruga nacionale për të fshati, kemi pasur si prioritet dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme, të lagjeve, ose pak më shumë. Këto kanë qenë të përqendruar në dy drejtime. Në drejtimin e parë kanë qenë në mirëmbajtjen e rrugëve me çakull dhe në mirëmbajtjen e rrugëve me beton. Pra, duke e bërë atë më kompakt, duke i shtuar dhe jetëgjatësinë e rrugës edhe më shumë. Janë bërë goxha
gjatë këtij viti jam rreth 6 kilometra rrugë të brendshme në fshatra, si në Vajzë, si është bërë në Ploç, në Amonic, Mallkeq, në Gërnec, në Kocull, në Mazhar të Lapardas, një pjesë në Peshqipëri, e shumë pjesë të tjera ku ne kemi ndërhyrë dhe në një pjesë të tyre ne e munduar që ato punë që bëjmë ta bëjmë dhe me ndriçim, duke filluar që mos të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh një lagje e qytetit të këtu të Vlorës me një lagje atje në fshat. Ndërkohë, për 2026-ën, Zoti Bello, cili është buxheti i Bashkisë Selenicës për këtë vit që ne presim? Si është buxheti pra? Buxheti, unë kam thënë që në drejtimin e bashkisë, pjesa më e madhe e buxhetit do të shkojë për infrastrukturën, sepse edhe problemet dhe hallet aty janë edhe më të mëdha. Se njerëzit duan të shkojnë te vatani tyre, duke u krijuar mundësinë atyre që të investojnë dhe atë shtëpinë e vjetër, ose të bëjnë një bujtim të re. Ne do vazhdojmë aksin e nisur tani, 3.5 kilometrat e para të rrugës së Velqës, ku aty kanë filluar punimet, dhe brenda qershorit, ky aks 3.5 kilometrat e para do përfundoj me taksat dhe lekët e Bashkisë së Selenicës. E pasaj nga pjesa e urës Trubullit, që i bie si dhe kufiri, deri më lart do të lobojmë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Ky është një projekt i nisur dhe që do të mbaroj brenda vitit 2026. Brenda vitit 2026 ne do të ndërhyjmë në rrugën e Lapardas, në rrugën e Mesaplikut dhe në një pjesë të një faze të pjesës Amonic Vllahin. Këto do të jenë 3 rrugët kryesore dhe rikualifikimi urban i Kotës. Këto do të jenë pjesa më e madhe e buxhetit të bashkisë. Pra, rreth 70% e të gjithë fondeve do të shkojnë për këto çështje infrastrukture, të cilat do të sjellin një mirëqenie më të mirë për banorët, por edhe një mundësi zhvillimi në këto fshatra ku ne do të investojmë. Kur flasim për rikualifikimin e Kotës, një njësi administrative e cila është dhe shumë pranë Vlorës në fakt dhe e banuar, çfarë kemi parasysh, pra çfarë do të ndodhë në Kotë? Kota do të ketë edhe buxheti më të madh nga bashkia. Do të kuptojmë që gjithë bulevardi kryesor do të rikualifikohet dhe nga pjesa e bulevardit deri te pjesa e shkollës, i gjithë pjesa do të rikualifikohet. Pra që janë gjitha pallatet, brenda pallateve komplet edhe sheshi ku ndonjëherë ne bëjmë takime do të rikualifikohet total. Nuk do të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh. Një lagje e qytetit të Vlorës me Kotën. Mund të themi që mund të jetë njësoj ose më mirë, sepse po është një punë që do bëhet dhe më e re. Mendojmë që ta fillojmë këtë punë brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026, sepse edhe projektet kërkojnë oponencën, kërkojnë fazën e tyre të buxhetimit, projektimit, edhe të tenderimit. Dhe secila ka kohën e saj dhe kur gjërat shkojnë mbar, besoj brenda qershorit edhe aty duhet të filloj puna për vitin 2026 dhe besoj nga fundi vitit ose fillimi vitit 2027 ajo përfundon, sepse edhe çdo punë ka kohën e saj. Ndërkohë ju keni zhvilluar një investim shumë të rëndësishëm i cili besoj duhet të jetë në vazhdimsi ose dhe mund të ketë përfunduar. Kam fjalën këtu edhe për fasadat në hyrje të Selenicës, për të dhënë një dimension më të mirë apo jo hyrjes në bashkinë e Selenicës. Pra ishte një investim që vijon ende? Është një investim i cili është i bërë me taksat dhe me taksat e bashkisë, pra me fondet e veta. Një investim i cili e bënte hyrjen e qytetit normal, siç duhet ketë një qytet, por ndihmon edhe ata banor, atje në ato 2 pallatet dhe aty ka mbaruar faza ku komplet pallatet janë bërë me sistem kapot, janë izoluar dhe jemi në fazën e rikualifikimit urban të pjesës përpara, të një këndi sportiv, të një sheshi, dhe besoj që çështja muajsh dhe atje përfundon komplet rikualifikimi i hyrjes së qytetit në Selenicës, e cila ka ndikuar te banorët dhe
para disa ditësh, kur unë bëra një bisedë me disa banorë, thanë që nuk po i shesin më fare asnjë shtëpi që kishte aty ku para disa kohësh ai mund t'i shisnin për çmime normale, kurse sot ka filluar që nuk i shesin. Nuk i shesin dhe për arsyeën sepse të blesh një shtëpi në qytet është 10 fishi i një shtëpie që mund të jetë atje dhe çështja e kohës, pra ose një emigrant e mban atë shtëpi që kanë Serenicë, për gjysmë ore mund të vinë në Vlorë dhe shumë mirë nuk i harxhon lekët për një qytet, për një shtëpi dhe mban atë që tani është pothuajse në çështjen e fasadës është bërë njësoj si në gjithë Shqipërinë. Por këtë gjë unë e ndjej edhe në fshatra të tjerë ku kanë filluar që të mirëmbajnë shtëpitë, sepse po i bën llogarisë, u bën mirë që më mirë të kenë një shtëpi në fshat dhe ditë të pushime kur vinë, mirë jetojnë ato një muaj këtu dhe e bëjnë me transport se sa të blejnë një shtëpi në qytet. Por është dhe një zonë që po zhvillohet apo jo? Po pikërisht për këtë qëllim. Pra është rritur vlera e pronës, me sa ju po thoni, pra investimet që ju po zhvilloni janë në këtë drejtim që sjellin një rritje të vlerës pronës. Ka disa fshatra që nuk gjen dot shtëpi për të blerë. Duket çudi. Ka disa fshatra te bashkia jonë që është shumë e vështirë që një person të kërkojë një shtëpi, një trull, nuk e gjen dot për ta blerë. Pra nuk e shesin shtëpinë, por kanë filluar që ti mirëmbajnë. Pra me sa duket mendojnë për të ardhmen apo jo, mendojnë për të ardhmen dhe zhvillimi që do të ketë zona. Po kanë filluar ta ndjejnë, pra dhe këto rrugë, pra fokusi jonë ky ka qenë, pra bërja e rrugëve që njerëzit të kthehen aty. Tani nuk mund të kthehen të jetojë me fëmijë 365 ditësh. Qartë. Por fundjavë, pushime verore, ditë jave të ndryshme, ka filluar që edhe njerëzit ku pothuajse vinë një moshë ku nuk jetojnë dot më në qytet, ndjejnë më mirë veten atje te toka ku ata ikën për disa vite dhe kthehen përsëri. Dhe e vërteta është nga viti 2025 deri në vitin në krahasim me po të marrim një vit 2020, ndërtimet me leje, pra ato që marrin leje ndërtimi, janë 10 fishuar. Pavarësisht se sa është vlera atyre, po të marrin në propocion janë 10 fishuar kërkesat për t'i bërë shtëpi të reja me leje. Kurse riparime shtëpish të vjetrat, ato që kanë, sepse zonat rurale si ne, kanë më të lehtë. Kanë një ligj ku janë me njoftime, brenda asaj gjëra që nuk duan leje ndërtimi, pra ai që ka një shtëpi të vjetër, e riparon, e rikonstruksion, edhe çati, nuk kërkon leje ndërtimi. Si këto, unë mund të them që nuk del bashkia gjatë një muaj pa 50 leje të tilla. Njoftime. Pra 50 njoftime janë goxha shifër shumë e lartë, ku tregon dhe njerëz që njerëzit edhe fëmijët ndoshta i ndihmojnë që janë në emigracion, po edhe këta vetë fillojnë dhe e konceptojnë që shumë shpejt, kur deri dje një pjesë shumë e madhe mendonin që do braktisej zona, nuk është kështu, ka filluar që të riparojnë dhe të mirëmbajnë banesat, por edhe në të ardhmen fillojnë të krijojnë dhe disa gjeneza të vogla për zhvillimin e bizneseve të vogla. Dhe ju i miratoni këto projekte që ata kanë apo jo, këto kërkesa që ata kanë? Nuk sillni pegesa, nuk sillni burokraci, madje ju ku t'i gjeni që ata të vinë të riparojnë e të marrin leje të tilla? Nuk kemi ndaluar, por në Bashkinë e Serenicës, në këto raste, u a them modesti, nuk zgjatet miratimi për një ditë. Ka mundësi që ai brenda ditës vinë dhe brenda ditës se merr okej. Vetëm në një rast ku nuk jam unë në bashki, mund të shtyj një ditë. Nuk besoj se në bashkitë e tjera mund të marrin kaq shpejt ato zgjidhjet. Por për shkak të njohjes që ne kemi, për shkak të afërsisë që ne kemi, pothuajse të gjithë ata kur nuk e zgjidhin ndoshta një çështje do të takojnë kryetarin e bashkisë dhe ne mundohemi që t'i zgjidhim të gjithë. Dhe për këto të çative, mirëmbajtje, avullive, dritare, dyer, gjithë bashkia është e predispozuar t'i ndihmojë të gjithë banorët. Dhe kjo është një fakt që njerëzit e kanë kuptuar që këto 2-3 vjet nuk janë bezdisur në këtë aspekt. Por edhe ata që kërkojnë leje ndërtimi, ne jemi gjithmonë dashamirës dhe ndihmues për ta. Kuptohet brenda kornizës ligjore, brenda rregullave,
por gjithmonë ne i ndjekim mbrapa, sepse zhvillimi i një shtëpie, zhvillimi i një biznesi është zhvillim për të gjithë zonën e patjetër edhe për bashkinë. Cilat janë zonat ku ndërhyet, pra kërkohet më shumë leje për riparime apo dhe për ndërtime të reja? E vërtetë është që është e përqendruar në të gjithë bashkinë, nuk mund të themi diku më pak o diku më shumë. Po kuptohet në pjesën Peshkëpi, Vllajin, Kot, Rrugë e Lumit, në këto që janë dhe afër rrugëve, po janë dhe shumë takse sushme me qytetin. Dhe këto kanë kërkesa edhe më të larta, por pothuajse në të gjithë bashkinë kanë kërkesa për mirëmbajtjen e shtëpive. Kuptohet që bëhet bëhet nga ata që një pjesë e tyre janë në qytet dhe duhet të kthehen, dhe një pjesë nga fëmijët e njerëzve kur kuptojnë që edhe këta prindër që jetojnë aty, ndoshta edhe për çështjet ekonomisë, që ata ndoshta tani janë edhe më mirë, e bëjnë një çati, bëjnë një rregullim, siç bëjnë gjithë njerëzit. Por kjo është një zhvillim, sepse edhe këto çatit, edhe këto mirëmbajtjet që bëhen, i bie që punësojnë disa njerëz, po dhe bizneset që janë aty shesin bazën materiale. Dhe kjo është një zinxhir që zhvillon edhe ekonominë e zonës. Edhe duke parë në total, shikojmë që Kota, për shembull, që është një si pjesë ku është aks kryesor, bizneset atje janë shumë të kënaqur, në Peshkëpi janë shumë të kënaqur nga zhvillimi i ndërtimit në këtë territor. Por ju, zoti Bellaj, keni vendosur që t'jepni jo vetëm një pamje dinjitoze hyrjes së Selenicës, apo edhe kërkesave që vinë nga banorët për të riparuar banesat apo për ndërtime të reja për të zhvilluar më shumë zonën, por keni vendosur që t'jepni një dimension tjetër dhe dinjitetin që në fakt i ka munguar edhe vetë shtëpisë së madhe të bashkisë Selenicës. Se kanë këtu fjalën për një godinë të re që po ndërtoni për bashkinë. Pra kishte ardhur koha për ta bërë këtë investim. E vërteta është që në atë bashki ku ne jemi sot, kanë qenë dhe paraardhësit e mi, nuk ka ambientet më minimale, pra të funksionimit të një institucioni shtetëror, ku ne detyrojmë ndonjëherë që dhe mbledhje kështu t'i bëjmë në ambiente të tjera lokale të mbyllura, po shumë drejtori rrinë në ambiente me qera diku më tutje në Serenicë, në Peshkëpi, sepse nuk ka ambiente, dhe ne vendosëm gjithë së bashku që edhe një qytetar kur vinë, edhe një qytetar kur kërkon një shërbim, duhet të ketë një sportel të tij, duhet të ketë vetë një institucion zyrtar shtetëror. Nuk mund të vijë qytetari dhe vend direkt mbi punojësin. Sepse dhe zyra ai të vogël sa një qytetari i bie direkt mbi punojësin, hapin dyer, shpërqendrojnë stafin. Por edhe etike nuk është. Por edhe një huaj kur vin, po edhe një institucion tjetër kur vin në një bashki nuk prezantohet në atë bashki. Dhe duke u nisur nga fakti që shkolla e mesme u rikonstruua para disa vitesh, i bie që ajo shkollë 8 vjeçare kthej në një godinë që ishte bosh, pra nuk kërte më funksionin e saj. Dhe ne detyruam që këtë shkollë, e cila ka ambiente për gjithë bashkinë, ta rikonstruktojmë dhe duke e bërë atë edhe një institucion, si dhe ju e thatë, një bashki e cila ka parametra normal dhe standarde normale për të quajtur një institucion shtetëror. Atje punimet po ecin, besoj brenda muajit shkurt, është faza e mobilimit dhe pjesë të tjera që mund të ketë ndërtimi, ne mendojmë që duhet të fillojmë punë te godina e re. Po, ndërkohë ju e përmendët edhe shkollën e cila është rehabilituar së fundmi dhe ajo është bërë tashmë një shkollë e bashkuar apo jo? Po, një shkollë e bashkuar e mesme, jam me të gjitha parametrat, me palestër, me fush basketbolli, volejbolli, është 3 kaçe ku ka edhe shkollën e mesme dhe shkollën 9 vjeçare, ka rreth 3 vjet që pothuajse është rikonstruktuar. Dhe atje vazhdon normalisht mësimi. Dhe ndërkohë ju kushtoni dhe i keni kushtuar një vëmendje të veçantë institucioneve arsimore, godinave, me mirëmbajtje apo dhe me investime? Vërtet është ne u kemi kushtuar, pavarësisht se ndonjëherë duket që numri i fëmijëve vjen në rënje, kjo vjen për shumë arsye. Që nuk janë vetëm për Selenicën, janë edhe për Vlorën apo shkollëtare. Por ndonjëherë arsyet janë lidhur edhe me kushtet
e godinave, lidhet edhe me mësimdhënien, me shumë faktor, lidhet me lëvizjen e prindërve në qytet. Por ne kemi filluar që të mirëmbajmë edhe këto terene sportive, duke i kthyer dhe në terene sportive të komunitetit, për shembull të fshatit, sepse fëmijët vinë në shkollë, por mbas ditës çfarë bëjnë? Do të luajnë diku. Pra sot s'kan ku luajnë, nesër do kenë ku luajnë. Ne kemi ndërhyrë në bashkëpunim me Ministrinë e Sporteve në Vllajin, do bëhet një palestër dhe një teren sportiv i ri, në Sevaster dhe në Vllajin. Sevasteri dhe Vllajina pothuajse janë drejt përfundimit terenet sportive. Shkolla e Peshqipis, e cila ka pothuajse nga 7-8 muaj që ka përfunduar, ku ushtrohet mësimi, ka dhe terenet sportive, duke u mundësuar përveç se të ushtrojnë dhe të mësojnë në shkollat e rikonstruktura, edhe në mbasdite, këta fëmijë ose edhe të tjerë aty mund të kalojnë mbrëmjen në këto terene sportive. Pra shkolla e qendër komunitare, që dhe qytetarët mund të shkojnë aty, në mbasdite është aksesueshme. Kjo është ideja. Aq të bëjmë të dyja funksionet. Po, Bello, ka rritje buxheti i vitit 2026 nga buxheti i vitit që po lëm pas, pra 2025-a, si janë nëse do të flasim me gjuhën e shifrave? Buxheti në përgjithësi i bashkive është pothuajse nga transferta e kushtëzuar dhe pa kushtëzuar, është një buxhet pothuajse i njëtrajtshëm, ku ka një rritje standarde 5 deri në 10%. Shteti shqiptar jep transfer të kushtëzuar dhe të pa kushtëzuar. Totali i këtyre shkon rreth 4.2 milion euro dhe pastaj forma e tretë dhe shtylla e tretë dhe buxheti është të ardhurat e bashkisë. Të ardhurat e bashkisë, e vërteta është që në marrjen e drejtimit të bashkisë i kemi rritur të ardhurat, jo se kemi rritur bazën fiskale të ardhurave, por kemi rritur të ardhurat si efekt i mbledhjes së detyrimeve. Bashkia jonë, ku drejtues të parshëm kanë qenë aty, baza më e madhe ka qenë rreth 700 deri në 800 milion lekë të vjetra. Sot që ne flasim në të ardhurat e vitit 2025, parashikohen që të shkojnë rreth 1 miliard dhe 250 milion. Rritja e këtyre të ardhurave rreth 400 deri në 500 milion lekë më shumë se më para, shërbejnë për të investuar. Dhe kjo ka qenë edhe motoa dhe e të gjithëve që të mbledhim të ardhurat dhe të rrisim shërbimet ndaj qytetarëve. Pra buxheti ka një rritje rreth 10% nga viti i kaluar. Dhe cilat do të jenë prioritetet e këtij buxheti, pra buxhetit vitit 2026 të Bashkisë së Selenicës, ku do të përqendrohet ajo? Nëse ne do të flasim edhe për vetë qytetin e Selenicës, qytetin e Selenicës, apo edhe njësitë administrative. Pra cilat janë projektet që do të jenë më të prekshme nga banorët e këtyre zonave? Prioritetet është infrastruktura që unë e thash dhe më sipër, është 3 rrugët kryesore, rruga e Lapardas, rruga e Abonis Vllajin me faza, sepse kjo është shumë rrugë e gjatë, dhe rruga e Mesaplikut dhe qendra e Kotës. Këto do kapin edhe rikualifikimin urban të një pjese në Peshkëpi, në Armen dhe në Drashovic, dhe çështjet e tokave bujësore, pra kanalet bujësore, rrugët që shkojnë te tokat, dhe pastaj këto aktivitetet që ne kemi të standardizuara, ku çdo vit kemi krijuar një klim dhe një database të mirë për të gjitha këto aktivitete. Për promovimin, për aktivitetet që ju keni zhvilluar si në Kotë, si në Vajzë apo dhe në zonat tjera. tjera. Do të shtojmë edhe më shumë. Dhe ne ndërhyjm në bashkëpunim pra lëm një fond në bashkëpunim me shërbimin social, ku riparojmë disa shtëpi me njerëzit që janë në nevojë ndihmë ekonomike ose s'kan mundësi për t'i riparuar. Kjo është pothuajse në çdo buxhet. E keni përqendrimi i buxhetit dhe një pjesë e cila shkojnë për projekte për të bërë hartimin e projekteve për të gjitha këto projekte që ne folëm. Dhe për këtë vit ku i keni më shumë këto ndërhyrje sociale për sa i përket banesave, në cilat zona? Atëre banesat për këtë vit që ne po flasim ka filluar punimet. Ato janë të përqendruara më shumë në Selenicë,
në Picar, në Lubonj, por dhe në të gjitha fshatrat, sepse ato janë ku janë janë gjitha fshatrat. E kuptoj. Pra, infrastruktura rrugore do t'jetë prioritet të aty, po sa i përket ujësjellsave, kanalizimeve, apo edhe kanaleve kulluese të ujitjes, si është situata dhe... Kanalet dhe ujësjellsat, KUZ dhe ujë pishëm, janë një kompetencë që ne si bashki në kanë zhveshur. Po. Dhe është drejtoria e përgjithshme me rajonalet të cilat merret me këtë punë. Ne thjesht sugjerojmë, edhe si antar të asamblesë, kryetarët e bashkive të 3 bashkive, ata hartojnë, buxhetojnë, tenderojnë dhe zbatojnë projektet për ujësjellsin. Janë pikërisht ata që kanë kompetencën e tyre dhe e vërtetë është që një pjesë atyre që janë me vetë rrjedhje, ne kemi lobuar disa herë që të bëhen, sepse edhe kostu është më e lirë, po edhe kostu e mëtejshme, pra nuk kam pompa, nuk kam punëtor, nuk kam energji. Dhe si fokus duhet tjetë të parët, sepse e ka dhe kostu më të lirë, por një nga akset e kryesore që ka probleme gjatë gjithë bearit është 5 shtëpi deri në Kocul. Ai kemi lobuar që të ketë një ndërhyrje, sepse është kap 5 shtëpin, kap Koculin, kap Vllajinën. Është një linje gjatë dhe gjatë verës, pra gjatë muajit korrik dhe gush, atje sjell probleme të saj. Kuptohet që te ne nuk duhet një ujësjellës, po duhen 50 ujësjellësa. Sepse janë 50 çadra ku secili ka problemin e ujit, siç ka Gjormi, Brati dhe Lepenica. Pra këta me vetë rrjedhje, ku është bërë gjysma e projektit, dhe gjysma kërkon që të mbarojë dhe të furnizon të edhe këto 3 fshatra. Po janë pjesë lobimi e bashkisë të ujësjellësit. E keni bërë lobimin, pra ju s'keni mundësit për ta bërë normal. Nuk e kemi as mundësit kapacitet financiare, po as ligjore. Patjetër. Dhe a keni bërë një lobim të tillë? Po, kemi bërë. A mund të ketë projekte që mund të zbatohen në vijim në këto fshatra që thatë? Ato ne kemi bërë pjesën tonë dhe presim nga drejtoria e përgjithshme e ujësjellës kanalizimit. Pasi ata të marrin vendim, ne do të flasim. Zoti Bellaj, Bashkia e Selenicës është një bashki me një pjesë të madhe që ka rurale. Cilat janë prioritetet e bashkisë për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, dhe sa i keni mundësit për t'u ardhur në ndihmë fermerëve në këtë drejtim? E vërteta është që sistemi ekonomik i bashkisë tonë është gjysmë i mbyllur. Si është gjysmë i mbyllur? Gjysmë i mbyllur sepse pjesa që kanë fushat merren me të mbjell tokën dhe këto kultivojnë më shumë misër, jonxh, elb, tërshër, grur. Për që vjen në ndihmë dhe blegtorisë. Të cilat në pjesën më të madhe, pra 78% e të gjitha tokave e kanë të shitur produktin. Dhe produkti është shitur brenda bashkisë. Të gjitha balla, të gjitha misë shkon për blegtorinë. Ndaj them që është si cikli i mbyllur, ku djathi, mishi është i shitur, pjesa e bujqësisë ka të shitur, dhe ajo që ka një problematik pak më në ngër që është pjesa që merren me vaj, ndoshta edhe me rakin, që ndoshta ai nuk konsumohet brenda bashkisë, po është ka kërkoj një konsum më të madh. Kërkon një treg. Kërkon një konsum më të madh. E kjo është një nga pikat që në të ardhmen ne do të bëjmë një plan masë se si mundet që këto produkte pra të rakisë, të verës, të vajit të ullirit, sepse për këto mbahemi, nuk kemi diçka tjetër, të shikohet mundësia që të jetë një treg, edhe me legjislacionin që po bëhet, kanë disa hapa që do të bëjë dhe nga qeveria, po edhe nga fermerët, sepse një nga kushtet e BE-s, veç fakti që unë kam qenë drejtori i AKU-s, është sistemi i gjurmëshmërisë. Pra, si krijohet ky produkt? Dhe ky është një hallkat shumë kryesor që do bërë. Mendoj që ky bëhet, krijohet dhe kushte më të mira që edhe produktet tona nëse në një të ardhmen të dalin edhe jashtë vendit, e cila tregon që mund të ketë dhe një çmim edhe më të lartë dhe mund të jetë më efektiv për të stimuluar fermerët, sepse është vërtet që ullin ka mbjellë shumë,
Kjo pjesa e njësisë vllai është e jashtëzakonshme. Ka pjesa e koculit, pjesa edhe peshkpis, pjesa e kropishtit. Pothuajse e gjitha kanë filluar dhe kanë mbjell ullinj. Dhe është për 2-3 vjet ata janë gjithmonë dhe më në prodhim ku rritet sasia e prodhimit. Me sa duket ju keni bërë hapat e parë për të gjetur tregje zoti Bellaj. Pra e kam fjalën këtu për edhe përsa i përket Rakis apo Verës, ku zhvilloni një festë të posaçme në Vllajin. E keni kthyer në tradit këtë gjë. Pra për të promovuar produktet lokale të zonës, por pse jo, edhe si një indicje ndoshta për të shitur ato, për të bërë lidhjet mes fermerëve, bizneseve, qytetarëve. Ne kemi bërë atë pjesën që nuk kërkon shumë buxhet. Ajo që kërkon shumë buxhet ne kemi filluar dhe bëjmë, kuptohet, në çdo pjesë dhe në çdo vend që ne shkojmë, pra ku ka mundësi që ne të hedhim një gur për të krijuar një të ardhme sa më të mirë për gjithë bashkinë, ne nuk lëm mundësi pa e shfrytzuar. Dhe këto aktivitete që ne bëjmë, qëllimin këtë kanë, pra, që të zhvillojnë ekonominë e zonës. Ndaj dhe i bëjmë aktivitete, nuk i bëjmë aktivitete se duhet të bërë, se ka një datë, pra gjitha ne këto, ndonjëherë bëjmë edhe këto gatime tradicionale, duke e zhvilluar, sepse ka filluar që njerëzit i pëlqejnë. Është bërë trend që duhet të shkosh të hash në fshat, të hash bio, të hash mirë, të hash shëndetshëm. Dhe është mundësia. Është mundësia dhe këto aktivitete marketing që bëjmë ndikojnë dhe vetë e bizneset dhe kanë thënë dhe bizneset, kanë një rritje bizneset. Pra ato bizneset që kanë bizneset kanë një rritje të zhvillimit të ekonomisë nga turizmi. Shpresojmë që bizneset të zhvillohen. Janë 2-3 që janë drejt të përfundimit për t'i hapur. Është një tip bazhue e cila mund të jetë për të shërbyer njerëzve, pra jo vetëm bazhue, po edhe si një treg që t'i shes direkt aty, është Salo Cotton, është një lokal aty në Peshqi. Po ka edhe disa projekte që po bëhen, pra pasi janë konsultuar me ne si bashki, janë rreth 2-3 projekte të tjera që kërkojnë që të zhvillohen në fushën e agroturizmit. Dhe për promovimin e produkteve tuaja në vijim, cilat do t'jenë politikat ndoshta për të hapur tregje, për të gjetur tregje të reja? Pra do të ketë një politikë që ju në fakt duhet ta keni mbështetjen edhe nga qeveria, apo mund të futeni dhe vetë për ta bërë këtë gjë? Bashkia shërben si mekanizëm lidhës në këtë rast, sepse nuk ka bashkia buxhete që të investojë në bujqësi, në çdo vend investon në qeveria. Ministria e Bujqësisë ka buxhetet e saj ku duhet t'i adresoj sakt, ndoshta duhet që Ministria e Bujqësisë të ketë një rakordim më të madh me bashkitë, e ndoshta ku t'i adresoj sakt zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe kjo do ishte një pikë që ndoshta shkonte, ku Ministria duhet mirte udhëzimet nga bashkitë për zhvillimin rural të vendit. Dhe kjo do ishte një gjë e mirë. Një vit bashkia ti dhe zhvillim një sektori, një vit një sektori, se sa jep nga pak të gjithë dhe në fund ata nuk zhvillohen. Më mirë jepi dikujt një vit më shumë, ta zhvillojë dhe pastaj vitin tjetër jepi një sektori tjetër që të zhvillohet. Dhe kur jep 500 nga 5, kur jep 100, ka mundësi që të zhvillohet më shpejt. Po, zoti Bellaj, ju keni hartuar tashmë buxhetin, e keni miratuar atë, por a keni zhvilluar digjesa publike përpara se të shkonit në Këshill Bashkiak për t'i dhënë miratimin këtij buxheti, dhe a keni marrë ju realisht ankesat dhe kërkesat që kanë patur qytetarët? Dhe çdo buxhet është detyrim ligjor që të bëhen dëgjesat në të gjithë bashkinë, dhe meqense ne kemi 6 njësi, pra nuk mund të bëjmë një dëgjes sepse nuk mund të vinë njerëzit, dhe ne shkojmë te njerëzit, pra shkojmë nëpër fshatra, shkojmë nëpër njësi administrative, dhe këto janë bërë që në muajin shtator. Ligji thotë që brenda muajit shtator duhet i bësh dëgjesat publike, dhe dëgjesat publike ne i reflektojmë në buxhetim. Dhe dëgjesat publike konvengojnë vetëm në një kërkesë, pra në infrastrukturën rrugore dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe kanaleve të tokave. Pra kjo është kërkesa më e madhe në 80% rasteve në çdo vend që ne shkojmë. Ndërkaq që ju ka mbështetur edhe Këshilli i Qarkut me aq mundësi sa mund të ketë patur,
pra Këshilli i Qarkut Vlorës, miratoi në këtë buxhet të këtij viti një fond për investim në bashkinë tuaj, por edhe besoj në këtë vit që ne po mbyllim ka patur projekte që janë zbatuar. Cilat kanë qenë ato projekte dhe a kanë përfunduar projektet që ju keni me fondet e qarkut dhe çfarë parashikohet të keni apo çfarë keni përfituar ju për 2026? E vërtet është që bashkëpunimi midis Bashkisë Selenicë dhe Këshillit të Qarkut për këtë 2 vjeçar në opinionin tim dhe në perceptivin tim ka qenë në një nivel shumë të mirë. Qarku ka pas bashkëpunim me bashkinë në 2 drejtime kryesore në zhvillimin e aktiviteteve, ku kanë ndihmuar dhe kanë suportuar edhe në festën e Drashovicës dhe në festivalin e Kotës që ne bëjmë të këngës labe, por ndryshe nga çdo herë Qarku me bashkinë ka filluar që të futet edhe në investime dhe në punë konkrete. Një nga investimet që Qarku fillon së shpejti, pasi është lidh kontrata, ka dalë leja ndërtimit, është pedonalja e urës së Bratit, e cila duhet të kishte përfunduar, po për shkak të shumë arsye që nuk vareshin as nga Qarku, as nga bashkia, po në miratimin e lejës, pasi ishte afër zonës së mbrojtjes dhe kërkonte shumë procedura ligjore, të cilat kanë përfunduar dhe firmës që do ta zbatoj, ishte hapur drita e jeshile që brenda muajit janar të fillojë punë dhe besoj brenda muajit qershor të jetë e përfunduar, e cila është vërtet një investim pikërisht në atraksione turistike, është vërtet një që do të jap goxha zhvillim, jo urës se ura e ka vetë vlerën e saj, por në momentin që njerëzit shkojnë më kollaj, kanë më të lehtë, edhe vetë si vend ai bëhet më i njohur ose s'është. Dhe pika e dytë që Këshilli i Qarkut e mbështeti Bashkinë e Selenicës ka të bëjë me projektin e rrugës Vllai Amonic. Bashkia jon ka shumë rrugë. Ka shumë rrugë dhe kërkojnë shumë buxhete. Detyra jonë e bashkisë është që të lobojmë. Pra kudo që ne gjejmë një hapësirë, një mundësi për ta shfrytzuar. Dhe ne kemi lobuar te Këshilli i Qarkut, ku kryetari bashkë me stafin e tij ka ndihmuar dhe në hartimin e projektit. Pra të gjithë projektit Vllai Amonic është rreth 11-12 kilometra si gjatësi rruge, dhe financimin e fazës së parë. Ai projekt do bëhet me faza, sepse nëse bëhet me një fazë nuk bëhet. Kërkon nga lekët e bashkisë dhe lekët e Qarkut nuk bëhet, nuk ka mundësi financiare, matematike. Dhe fazën e parë do ta bëj Qarku, fazën e dytë do ta bëj bashkia brenda këtij viti. Të cilat mund të shkojnë rreth 4 kilometra, faza e parë. Kurse faza e dytë, e cila mund të shkojë 60 kilometra, ne do lobojmë përsëri te Fondi Shqiptar i Zhvillimit që ta bëj. Por këto 2 faza lehtësojnë gjysmën e rrugës për vitin 2026. Besoj që quhet një projekt që do mbarojë brenda vitit 2026. Ne themi sepse këto kanë procedurat e tyre, por brenda hapësirave që ne mendojmë, besojmë që brenda 2026-s, nga të gjitha çështjet, ajo përfundon si 2 fazat e para. Është një investim i shumë kërkuar nga të gjithë banorët, se u e thash, pra do të bësh buxhet e Bashkisë së Selenicës që 100% rrugë. Të mbaron buxheti. Sepse atë kanë kërkesë imediate. Pra shpreha më e madhe kur ne shkojmë them me baktritë e mia nuk vin dot. Tokën s'po punon dot. Thjesht më bie rrugën se pastaj me këto merrem unë vetë. Në momentin që i bie rrugën, ajo rrugë që sot duket si të veshti nga Vlora të veshti në Mallkeq, thua dua 1 orë, nga ajo rrugë kur bëhet, ajo rrugë bëhet 30 minuta. Pra deri dje kur thuheshim që të vej nga Vlora me karbunar, ndoje 1 orë gjysmë, jo sot do 35 dhe vjen njerëzit. 1 orë gjysmë dhe rruga ishte cop-cop. Po pra, sot do 35 minuta dhe shkon me makinë vogël. Dhe nëse deri dje nuk e mendonin kur në karbunar që do të ndodhin në shtëpi, sot mendojmë. Pra rruga është e parë. Ndaj dhe ne kemi mëshuar fort rrugës dhe do mëshojmë fort te qeveria për të marrë sa më shumë rrugë. E vërteta është që nuk ka vetëm ne.
shteti shqiptar. Ne jemi të një fond që bëm për rrugët rurale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por secila bashki ka rrezikun e saj. Ne kemi marrë, shpresojmë që edhe vitin 2026 do marrim. Po. Zoti Bellaj, i keni ju kapacitetet nevojshme sa i përket edhe punonjësve të kualifikuar për ndjekur këto investime apo edhe shërbimet në territorin e Bashkisë së Selenicës, që për hir të së vërtetës është një bashki me një territor shumë të gjerë dhe të vështirë, apo jo? Dhe sa është numri i punonjësve që ju keni për të miratuar dhe që keni miratuar pra në këtë vit? Bashkia jonë është një bashki me një shtrije shumë të madhe gjeografike. Rreth 507 km². Në qarkun e Vlorës mund të jetë bashkia e parë. Po përveç se ka një shtrije kaq të madhe, është aksesueshme në çdo cep të saj. Se mund të ketë Vlora 500 km², po nuk e ka karaburin të aksesueshëm. Pra që do rrugë në kuptimin që ne duhet një rrugë të shkosh në maj të Vërmikut. Duhet një rrugë të shkosh në Karbunar. Duhet një rrugë të shkosh në Brataj. Duhet një në Gumenic. Duhet një në Shkoz. Duhet një në Lezhë. Pra, në çdo cep afër maleve janë bërë shatrat. Dhe të gjitha këto duhen rrugën. I keni këto rrugë? Pra, të gjitha këto kanë rrugë, jo, si kanë rrugë me asfalt. Pra, i kanë, edhe çfarë ndodh kjo? Ndodh që në popullimin e të gjithë kësaj kërkon një përqendrim shumë të lartë, sepse vetë në banorët, kur kemi bërë miksi dhe krushit, i kemi bërë në përfshatra. Dhe kur bërë një investim në një fshat, e merë vesh kur shku tjetër. Dhe pasi flasin telefon, më merë moj tjetëri, po pse, po vetëm ata, po ne. Dhe për të bërë projekte, për të ndjek projekte, pa tjetër që duhet kesh dhe njerëz, sepse kjo punë nuk bëhet me frym. I keni njerëzit ju? Kjo nuk bëhet me frym, kjo bëhet me njerëz. Saloni këtu. E vërteta është njeriu nuk kënaqet kurrë. Deri dje ne kemi pas një problem, ku bashkit i diskriminonin, bashkit rurale, ka një gabimet shumë më të mëdha, ku një jurist në Vlorë, në qytetet e mëdha, mirëte 700.000 lek, një jurist në bashkinë e Selenicës mirëte 430.000 lek. Thua ti se këtë juristin e Selenicës nuk e zë ligji. Vetëm të Vlorës zë ligji apo Tiranës. Nuk është njësoj. Po, jam dakord që në Vlorë duhen shumë jurist. Ti bëj 5. Te mua duhen më pak. Do bëj 2. Po paga është njësoj. Janë të 2 jurist. Dhe që nuk ishte njësoj deri. Janë të 2 jurist. Janë të 2 njësoj para ligjit. Dhe besoj që ky imi juristi ka më shumë dhe kontakt me njeriu. Pra edhe hallin që ai ka, ja mbart hallin brenda vetes. Dhe kjo bëri që sikur dhe për pak të njëjtë ai do vinë në Vlorë, nuk vinë në Selenicë. Pse? Se ka shumë edhe kushte më afër, 500 çështje që e bëjnë ato njëmozit e mua. Mendoti që këtu të mba 700 dhe unë i them hajde me 430 dhe mua. Pra, ky është një anomali shumë e madhe, që vërtet bashkit i penalizonte. Sot nuk funksionon. Sot është bërë para një viti, funksionon që si jurist e mua, si jurist në Vlorë është njësoj. Dhe ka hyrë në fuqi, pa tjetër. Ka hyrë. Por kjo kishte një gjë tjetër, se shteti thashë, po a bëjmë kështu. Por lekët do t'i gjeni vetë. Unë të gjithëve punojësve kam çuar rrogën si këtu, si në Tiranë, si në Durrës, si në Shkodër, juristët, specialistët, përgjegjësat, drejtorët marrin maksimumin e pagës që lejohet. Që do të thotë, një përgjegjës sektori merr 1 milion lek në Vlorë, 1 milion merr dhe në Selenicë. Një drejtor merr 1.300.000 në Vlorë, 1.300.000 merr dhe në Selenicë. Dhe kjo ka bërë që këto një vit edhe njerëzit ta shikojnë, ka pasur kërkesa edhe nga qyteti i Vlorës për të ardhur dhe kanë ardhur. Për të kanë ardhur. Kjo bën që ne atë problemin që kishim për burime njerëzore sikur ta amortizojmë pak, jo se s'kemi nevojë, kemi nevojë dhe për inxhinier të tjerë, dhe për arkitekt, dhe për një inxhinier mjedisi, inxhinier pyesh. Pra kemi këto
çështje specifike që kërkojnë. Dhe që mbajnë kur i thonë, nuk është se të... Po, kjo na ka ndihmuar goxha. Janë efikas këta, zoti kryetar, prapunojësit, pra atë rrogë që marrin, a e meritojnë me punën që ata bëjnë? Pavarësisht se ju po thoni që ne kemi nevojë, kemi zgjidhur, tani kemi specialist, por a e bëjmë punën siç duhet? Jeni kënaqur ju me administratën? E vërteta nuk është absolute 100%, ka çdo relative, varet se si e shikojmë. Nuk themi që e bën mirë, e bën keq, po ajo që unë dua të them, unë jam vetë kritik nga natyra, ndoshta kërkoj më shumë, por besoj që stafi i Bashkisë Selenicës është një staf që është i përkushtuar, është një staf që kërkon të mësoj, është një staf që ka brenda tij moralin dhe integritetin që duhet të ketë një punonjës shtetëror. Patjetër që ka nevojë për përmirësime, ka nevojë për trajnime, ka nevojë për qasje të tjera, sepse ka filluar që çdo gjë ecën drejt digitalizimit, ku dhe punonjësit duhet të mësohen me këtë qasje që po vin koha. Por mendoj që në pjesën më të madhe të saj, Bashkia e Selenicës, duke marrë në përgjegjësinë e saj, duke parë edhe stafet e bashkive të këtij niveli, është një bashki që është mirë, edhe me stafet të plotësuara, sepse ka bashki që nuk kanë inxhinier ose arkitekt, kur ne mund të kemi 4-5 sot, siç mund të ketë një jurist të mirë, ose ne i kemi të plotësuara, pavarësisht se duan dhe ato pjesën e tyre të trajnime. Përgjithsisht është që nuk ka pasur shumë rokada në bashki dhe nuk ka ikur memoria e institucionale, se është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e punës dhe për ecjen para të një institucioni, që jam munduar që pavarësisht se ndonjëherë se ka bërë 100% punën, më vjen vretje, por është aty për të ecur, për të marrë atë që ka mësuar me vitet dhe për të krijuar një stabilitet të mirë të bashkisë. Zoti Billoj, ka biznese të reja që hapen në Bashkinë e Selenicës dhe si është situata e biznesit sot në territorin që ju mbuloni? Bashkia e Selenicës është një nga bashkitë që mund të ketë taksat më të lehta dhe më të ulta në Shqipëri. Pse, për t'i afruar më shumë biznese dhe për të mundësi të hapen apo aq? Qëllimi, barra fiskale është njësoj. Si të kesh një biznes, si të kesh një barra fiskale. Barra fiskale është me ulta. Pra ne nuk kemi rrit barra fiskale. Politika ime nuk kishte rritja taksat. Politika që unë kisha është të mblidhja taksat. Dhe po mblidhni taksat? Po, jem rritur, thash, pra nëse 700-800 milion kishim mbledh para arsit e mi, unë mbledh 1.2 miliard. Ka pa rrit taksat. Pra ata si kam gjetur, ato kam lënë, thjesht kam mbledh 500 milionë lekë më shumë. Që do të thotë, to i kam mbledhur sepse kam mbledh taksat. Pra qëllimi është që tha që kam tu marrim mirë. Se kishte kohë që kishte të trashëguara. Tu marrim taksat, ti rrisim, të krijohen mundësi që të rriten brenda këtyre taksave dhe momentin që ata fillojnë të më këmben, pra kanë stabilitet financiar, në një moment të dytë shikojnë për rritjen e taksave. Dhe në momentin që barë fiskale ata nuk kanë të madhe, zgjidhje marrin, u thash, brenda ditës, ju duket çudi, po rastisht që brenda ditës për çështja që zgjidhen në bashkinë tonë, vin qytetari, rri atje te dera, sa e merr përgjigjen. Dhe të gjitha këto nuk janë pak, sepse rrugët po bëhen. Taksat janë të ulta. Shërbimi ndaj tyre në rast kur ata kanë nevojë, ndonjëherë dhe vetë, sepse nuk është ndonjë biznes shumë i madh, merr edhe vetë me ta për t'i ndihmuar. Pra impenjohem edhe vetë, bie që thjesht duhet të kenë dëshirë të punojnë. Pra në momentin që ka dëshirë, në momentin që ka një vizion, është sigurt që edhe atje do kenë sukses. Nuk do kenë sukses si Breakdetit, po do kenë sukses si atje ku kanë bërë biznesin. Sepse edhe ai që bën një Breakdet investon €1.000.000, ky do investoj më pak. Pra në propozicion, por burokracia dhe taksat janë në nivel shumë të ulët te bashkia. Dhe këto shërbejnë edhe për të ndihmuar njerëzit. Ose ata që kanë filluar që lëvizin, kanë lëvizur. Ju keni një biznes shumë të madh në Selenicë, sigurisht është miniera e Selenicës që
ndoshta ta kishte zili për ta patur çdo bashki. E mblidhni taksën, a është e rregullt miniera me pagesën e detyrimit? Dhe a ndikon kjo në buxhetin e bashkisë? Keni dëgjuar atë shprehjen që shtroi rrugët e Europës e të botës. Po. Po nuk është kështu e vërteta. E vërteta është krejt ndryshe. Ne bashkitë rurale të vogla kemi disa mundësi që të krijojmë të ardhurën. Ashtu siç kanë mundësi bashkitë bregdetare që marrin një taks nga shteti pasi u miratojnë leje ndërtimit për ndërtimet e reja. Dhe kjo taks që këta marrin pasi miratojnë leje e ndërtimit, është një taks shumë e madhe që ofrin buxhetet e tyre me të ardhurën. Ndodhte kundërta me bashkitë tona. Ne nuk marrim fare, pothuajse fare nga renta minerale e këtyre bizneseve. Kemi përveç këto që përmendëm edhe minierën, kemi naftën në Gorrisht. Pra ne marrim vetëm 0.5%. Po pse kështu? Sepse 95% e merr shteti. Si ta kuptojmë me shifra konkrete që ta kuptojnë dhe qytetarët. Në qoftë se bashki e pasur sot. Pra në qoftë se këto burime që ju keni duhet ishte bashki e pasur. Nuk është e vërtetë. Pra në qoftë se nafta, që unë e di më të saktë se kam qenë vetë drejtor atje, nafta në Gorrisht paguan 1 miliard rend shteti shqiptar. Nuk marrim në kjo. Në 1 miliard lek, ne marrim vetëm 5%. Pra, ne marrim vetëm 50 milion lek nga renta e naftës. Ku në fakt, një pjesë shumë e madhe e rentës do të ishte në bashki. Ashtu si janë taksat që marrin të gjithë ndërtimet, kur bëhen ndërtime në qytete. Dhe vërtet ka gurore, vërtet ka kava zhavorishtes, që nxjerrin zhavor në Selenicë, por kontributi i tyre është shumë i ulët në raport me atë që perceptohet dhe me atë që duhet të ishte në vërtet. Pra, po u them një shifër, pra ne nuk i kalojmë në 40-50 milion lekë të vjetra nga nafta për rend minerale. Dhe të bitumet është më ulët akoma. Kjo e zhavërishte, shumë më ulët. Është shumë më ulët. U them në shifrën rreth 10 milion lekë të vjetra. Pra rreth 10 milion lekë të vjetra, ne marrim rend minerale nga këto biznese. Këto biznese taksohen si çdo biznes tjetër në bashki. Pra nuk kanë taksa ekstra. Të gjitha taksat ekstra dhe taksën që shfrytëzojnë dhe mirëmbajnë ose gjelbërojnë atë pjesë që ata e përdorin, e paguajnë vetëm në ministri dhe në shtetin shqiptar. Duhet ndryshoj kjo politikë taksimi, pra keni kërkuar këtë gjë? Është kërkuar me të madhe që në ato bashki ku prodhohet, vërtet, ku nxirret naftë, ku nxirret zhavor, ku prishet mali, bëjnë kanë gurore, po të paktën do shkojnë 30-40% të paktën të ardhurave të komunitetit. Kjo nuk mendoni do të merret parasysh? Kjo nuk është vetëm kërkesa ime, se jemi disa bashki të cilat kanë edhe bashkitë e Veriut, edhe bashkia e Patosit, e Kuçovës, Delvina. Kemi bërë kërkesën, edhe deputetët kanë ngritur disa herë një pjesë e grupit deputetëve. Dhe kjo do ishte një ardhur që është e vërtetë që duhet vinte. Dikush ka, e tham, ka zhvillimin ekonomik, ne kemi këtë zhvillim. Ne nuk përfitojmë nga këtë zhvillim. Po them një shifër tjetër, megjithëse dëgjojnë dhe qytetarët. Ndonjëherë ata kanë një kontakt me bashkinë, me mua, dhe më rrugët, ku që folën bashkë. Shteti shqiptar, bashkisë Selenicë, e di sa jep për rrugët rurale? 3.908.000 lekë, ose 39 milion lekë të vjetra. Dhe çfarë mund të bësh me ato? Nuk e di çfarë mund të bëjmë, po kemi mbi 200 km rrugë. Me 200 km rrugë, as lopata nuk blejmë dot me këtë vlerë. Por, unë jam munduar që me taksat ti mbledhim maksimum dhe të shfrytëzojmë maksimum për një qenë qytetarëve. Patjetër që shteti do të ketë një shpërndarje tjetër të buxhetit, pra të shpërndaj buxhetin sipas problematikave dhe halleve që ka vetë çdo bashki. Që ndryshe ka bashkia Tiranë, ndryshe ka Selenica, ndryshe ka Fieri, ndryshe ka Vlora, ndryshe ka Malësi e Madhe, pra nuk kanë të njëjtën tipologji. Dhe duhet të ketë një formulë tjetër. Shpresojmë që të bëhet.
ku netën jepi Cezarit, që i takon Cezarit. Aq më takon. Pra nuk mund të konceptohet bashkia vetëm si një institucion që po ke lek ngelen në vend. Pra këtu janë njerëz. Këtu janë komunitete, këtu është jetë, këtu është memorie, këtu është tokë, këtu është vend, është zhvillim. Pra qyteti është i të gjithëve. Ndaj që me bashkitë rurale duhet të ketë një fond ekstra. Sepse vërtet tu ka në qytet më shumë të ardhura. Po kontriboj edhe unë. Kontribon edhe ti. Pra kontribon edhe fshatari atje që është majtë malin. Se vinë qytetu, pinë kafe. Pra është krijuar kushte që dhe ne vim këtu në qytet, ose si shvenë në çdo fshat, në çdo qytet. Por mund të jetojnë dhe këtu, ndërkohë paguajnë taksën këtu? Paguajnë taksën këtu dhe kërkojnë llogari mua. Po pra. Kjo është e vërtet kjo. Kjo është e vërtet. Pra që banojnë këtu në Vlorë, kanë një shtëpi atje dhe llogarin kërkojnë mua. Pra taksat i paguajnë tëra këtu, llogarin kërkojnë mua atje. Pra duhet që të gjithë të zhvillim ekonomik që ka vendi, cili vin nuk mund ta caktojmë se ku vin pak e ku vin shumë, po duhet që të jetë i njëtrajtshëm, pra s'mund të ketë zhvillimin e Vlorës, po të ketë zhvillim aty. Sepse i bën mirë edhe Vlorës, po i bën mirë edhe vendit. Pra punohet toka, po u punua toka nuk digjet, po u punua nuk ka më përmbytjet. Pastaj ato lekë që i bëje për përmbytje, nuk i bën më për zjarret. Kështu fillon mekanizmi. Ndërkohë, bashkia e Selenicës ka potenciale turistike, pra mund ta klasifikojmë të do bashki që ka mundësi për të zhvilluar dhe nëpërmjet turizmit, dhe çfarë keni bërë në këtë drejtim? E vërtet është ne kemi munduar që të ecim në këtë. Ne po mbarojmë një nga rrugët dhe edhe zhvillim turistik, dhe themi ujvarës së Rasalit. Pra ne me fondin e zhvillimit kemi pasur një bashkëpunim ku kemi fituar një projekt i cili ka të bëjë me rrugën, me një shëndetore atje, me një kështu tip pishine, me një balkon, me tabela orientuese për ujvarin e Rasalit, dhe është një atraksion shumë i mirë për atë zonë. Është në zonën e Velçës, e cila mund ta lidhë edhe me shpellat e Velçës, sepse ka një zhvillim atje në këtë aspekt. Po them që edhe pa mbaruar rruga sot ka shumë vizitor të vendas edhe huaj që vinë dhe e shikojnë. Vërtet është që nga gjithë ata që kanë shkuar kanë ngelë të kënaqur dhe lënë komente pozitive. Atraksioni është Ura e Bratit, që besoj këtë vit edhe vitin e mëparshëm ka pas zhvillim, po me bërjen e shëndetores do të ketë akoma më shumë zhvillim. Është Amantia, Olimpia, që dihen këto janë pasuri kombëtare, nuk janë vetëm pasuri tona. Do mundohemi të shikojmë. Jemi në një tentativë të mundohemi që të bëjmë rrugën për në kurorën e Malit, në Vendimir. Unë do angazhohem personalisht për brenda vitit 2026 që të bëj projektin dhe ndoshta filloj dhe me mjetet e bashkisë, vetë me forcat tona, për të bërë një trashe dhe një qasje të rrugës, ku ai Vendimir që siç është Tomorri, është një të njëjtë nivel dhe ky të ketë një zhvillim, sepse jep gjithmonë komplet zhvillim asaj zone. Po edhe Vjosa, që është park kombëtar me Shushicën, ndikojnë në punën e tyre në atraksione të ure Poçemit, kemi parë që vinë njerëz e frekuentojnë, po si gjatë lumit Shushica, vinë shumë me kampera në periudhën e beharit. Dhe këto janë disa pasuri që ne i përdorim për të zhvilluar edhe bizneset, po edhe këto pasuri të lidhura me ne, që na sillin e zhvillim edhe për në thithjen e projekteve. Sepse edhe ata që sillin projekte, patjetër që duhet që ti të kesh bërë një promovim, një aseti që ai të kthejë nesër në zhvillim ekonomik. Një nga pasurit që ne kemi është uji kripur, unë e kam thënë dhe vjetë. Është çudi që rreth 600 metra mbi nivelin e detit kemi ujë të kripur, dhe uji kripur është në Bashaj. Atje kemi një ide si mund të krijojmë një liqen natyror të vogël, ku njerëzit në periudhën e beharit të bëjmë plazh atje, po jo me ujë të ëmbël, po të kripur. Jo me ujë të ëmbël, ujë të kripur. Duket çudi njerëz. Do të çoni ujin e Vlorës, do të çoni. Pra nuk do themi më që s'kemi det, do themi kemi det në Bashaj. E lezetshme kjo. Zoti Bellaj, por ju po i kushton një rëndësi të veçantë të paktën në këto 2 vite edhe gjallërimit të jetës kulturore artistike, ashtu si kundër edhe mbajtjes gjallë të traditës
me shumë aktivitete që zhvilloni sidomos gjatë sezonit veror në fshatra të ndryshëm të bashkisë. Po, e vërteta është që ne pothuajse kemi instaluar një kalendar ku çdo vit e përmirësojmë. Ato që ne kemi bërë vitin këtë vit 25-ën, do bëhem patjetër në vitin 2026, siç është Festa e Mantjes, Festa e Drashovicës, Vajz Fest, i cili ndihmon dhe vetë fshati festivali folklorik që bëjmë në Kot. Të gjitha këto aktivitetet që bëjmë edhe këtë vit instalojmë edhe përkujtimin e brigadës së 5 sulmuese, ditëlindjen e parë, sepse ajo ka 2 datëlindje të këta studiusët. 27 nëntor është krijuar në Gumenic, ku ka dhe monumentin e saj. Ne përkujtuam këtë vit. Dhe zhvillohet dhe një akademi historike. Jo, është për luftën e Vlorës, dhe besojmë që brenda këtij viti do kemi diçka konkrete për kuvendin e Beunit, për luftën e Vlorës. Atje ku mblodhen, dhe besojmë që jemi në diskutime me disa shoqata, me disa studio projektimi, se si mund ta bëjmë të aksesueshëm atë vend ku vërtet u mblodhen dhe i çuan lajmin larguar nga Vlora. Dhe kjo do të shërbente edhe si një pikë turistik dhe atraksion shumë i madh për bashkinë tonë. Kemi në fokus edhe këtë. E besoj që do t'i ngjeshim çik më shumë se ky vit. Dhe besoj që edhe nga tradita dhe nga përvoja e fituar këto vite, t'i bëjmë edhe më mirë këtë vit. Si është marrëdhënia juaj me Këshillin Bashkiak? Pra keni mbështetjen e këshilltarëve, sepse keni dhe opozitë aty në Këshill Bashkiak. E keni në krah dhe opozitën për të bërë këto gjëra pozitive për zonën? Vërteta është që Këshilli Bashkiak nuk është në opozitë me gjëra që shërben atyre. E vërteta është që pjesë më të madhe, në 90% të rasteve, përveç rasteve sporadike që mund të ketë pas ndonjë problem, ne kemi pas një marrëdhënie shumë të mirë me antarët e Këshillit Bashkiak, ku çdo projekt i cili sjell zhvillimin e zonës, ata kanë qenë dashamirës dhe kanë qenë pro zhvillimit dhe ecjes para të gjërave në zonë. E vërteta është që ata janë njerëz që kanë fituar vetë votat e tyre, nuk kanë ndonjë targ partie, po targa atyre është, fytyra atyre është shërbimi ndaj njerëzve, është fjala e dhënë, dhe ata kanë personale mandatet e tyre. Dhe kur kanë personale, ata shërbejnë për njerëzve. Nuk marrin urdhra politik, flasin poshtë, janë njerëz të cilët i kanë marrë nga respekti votat me qytetarët. Zoti Bellaj, ju parasisht i rinë në moshë, keni pasur dhe keni një karrierë në rritje. Keni qenë kryetari i Partisë Socialiste të Selenicës, keni qenë drejtues i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, keni qenë drejtues tjetër ku? Në Naft, drejtues i Qendrës së Nxjerrjes dhe Përpunimit të Naftës. Jeni aktualisht, mund të them, një ndër drejtuesit më të rinj në moshë të bashkive në rang vendi. I kënaqur në këtë detyrë të re, në këto 2 vite në drejtimin e Bashkisë Selenicës? Vërteta është kemi kaluar këto pjesë që ju thatë, por një nga punët që është edhe e vështirë, po të krijon dhe kënaqësi në punën që bën, është detyra e kryetarit të bashkisë. Vërteta është që unë ndihem mirë kur punët ecin mirë, dhe nuk ndihem mirë kur s'ecin. Këto e kam marrëvajtjen e punëve është e lidhur dhe shpirtërisht me mua. Unë u shkoj gjithmonë vetë punëve në kokë. Është një punë sa sfiduese, aq sjell dhe kënaqësi në fund të saj. Mund të them që është një nga punët që nga këto që kam bërë është një nga më sfidueset, por mendoj që qytetarët e kanë kuptuar që këto 2 vite e pak muaj që unë jam në drejtimin e kësaj bashkie, ka lëvizur zhvillimi i bashkisë, dhe kjo ka ardhur drejt për drejt si një angazhim im i bashkë me stafin e kësaj bashkie, sepse është pothuajse 90% ai staf, por ka qenë një angazhim i madh, një detyrë, përveç një detyre funksionale, është një detyrë që
lidhet dhe me gjendje shpirtërore, lidhet me bërë një gjë mirë për njerëzit, sepse çështja dhe ajo që marrin mbrapsht kryetarët e bashkive, më e madhja është ai emocioni pozitiv, një fjalë e mirë që dëgjon dhe kur shikon një punë që është bërë nga qytetarët. Çfarë do të bëni të ndryshe në 2026-ën? Apo do të vazhdonit me këtë ritëm që keni për ta shtuar ndoshta edhe marshin më shumë? E vërteta është që unë kam thënë nuk lëviz që ne kemi vetëm rrugë për të bërë. Angazhimi i gjithë bashkisë dhe i gjithë stafit të bashkisë është sa më afër qytetarëve për t'i bërë ata të ndihen sa më mirë në veten e tyre, në shtëpitë e tyre, në pronat e tyre, në bizneset e tyre. Dhe rruga është brenda mandatit tim ajo që ne kemi studiuar dhe kemi menduar që duhet të bërë. Të gjitha duhen, por duhet një e para. E para sjell 2, sjell 3, sjell 4, sjell 5. Dhe përveç kësaj, unë këtë vit 2026 dua dhe bëj thirrje edhe brenda në kornizën e këtij emisioni dhe para kamerave që të rritet bashkëpunimi midis bashkisë dhe fshatit, komunitetit. Njerëzit po e kuptojnë që ne bëjmë maksimumin me këto mundësi që kemi. Po kuptojnë demokratët këtë gjë? Po e kanë kuptuar. Pra, ju jeni kryetari i të gjithëve në Selenicë, jo vetëm i socialistëve që ju kanë zgjedhur? Jo, nuk është kështu. Po themu në 2 rrugët e fundit, unë nuk e dija. Në 2 rrugët e fundit kemi bërë një 2 rrugë lagje me beton në Mallkeq dhe në Ondriç. Dhe kur shkova në inspektim, për të parë më thanë që shiko se këtë rrugën ti e ke bërë këtij demokratin thamë. Se rruga përfundonte atje. Unë nuk e dija ku përfundonte, po nuk shikojmë se çfarë. E njëjta gjë edhe te kjo rruga e Ondriçit, i shkonte rruga Niko Grabovës. Niko Grabova ishte i djathtë. Po unë te Niko vajta piva kafe te shtëpia. Po se dija që rruga shkon te Niko, po as Niko as e dinte që do vija piva kafe atje. Kështu që ne i bëjmë punën se duhet bërë, nuk e shikojmë këtë punë, por duhet që të ketë një bashkëpunim. Do të ketë një bashkëpunim midis komuniteteve dhe bashkisë. Këtë bashkëpunim ne kemi filluar në fshatin Bashaj. Në fshatin Bashaj ne kemi bërë qendrën e fshatit, kemi bërë me gur, me ndriçim dhe lapidari. Çfarë bashkëpunimi kërkoni me banorët? Atëherë çfarë ndodh? Nëse një punë që ne mund të bëjmë me një procedurë normale, standarde të shtetit shqiptar, me preventiv, me firma, ka një kosto minimumi 2 fish. Kur ne bëjmë bashkëpunim, ajo ulet dhe me pak lek ne bëjmë shumë gjëra. Pra ne u krijojmë në fshat, u krijojmë mundësinë e bazë materiale, ata gjithë punën e bën vetë. Pra djemtë e fshatit, atje e bën vetë. Po ecim me këtë bashkëpunim, po ecim në rrugën e Gorrishtit. Pra Gorrishti po i bëjmë një rrugë tjetër nga Koculi për në Qafe Pralli thonë ata, është rreth 5 kilometra. Ata kanë mundësuar blerjen e bazës materiale pra të çakullit si e do rruga, dhe ne u bëjmë gjithë punën, u marrim materialet, i transportojmë, i hapim, bëjmë trashen, dhe sipas standardit shqiptar, një rrugë 5 kilometra si ajo që është atje, po ta bëjmë procedurë do të paktën minimumi 200 milion lek. Ne këtë rrugë po e bëjmë vetëm me 25 ose 30 milion lek që mund të mbledhim ata banorët për blerjen e çakullit, dhe naftën dhe punëtorët e mjeteve që bën bashkia. Pra mendo që në qoftë se ne bëjmë 3 të tilla, sa ecët para. Ecët para sepse ne këtu te kjo rrugë e kanë vetë ata, pra rrithon hidhi çik më shumë. Hidhi çik më shumë. Dhe çfarë ndodh? Kjo rruga që do të bëjmë, gjatë këtyre kohë krijon stabilitet, pra krijon ngjeshje natyrale. Dhe në një të ardhme, edhe kur ta bësh me asfalt nuk paguhen më, pra nuk shpenzon më sa ke shpenzuar sepse pra një fazë është bërë. Edhe në këtë mënyrë, nëse ne bërim një rrugë, deri dje mund të bëjmë 2. Dhe besoj që edhe këtë e kanë kuptuar njerëzit, sepse vërtet që në Gorrisht ata paguajnë taksa 20.000 lekë. Zëm se janë 100 banor, me 20.000 lekë sa i thon? 2 milion. Më thuaj çfarë bën 2 milion lekë. Po. Pra sigurisht i paguajnë të gjithë. 2 milion për mbledhin. Por e kanë kuptuar, kanë 35 vjet që thonë shteti, e kuptojnë që kjo punë bëhet kështu. Pra bashkëpunojmë
E vërteta është që bashkëpunimi ecën kur shikohet që puna bëhet, dhe ata kanë parë vetë, vinë vetë dhe shikojnë që puna bëhet dhe janë të kënaqur. Ne kemi vajtë rreth të gjysma e rrugës, besoj brenda janarit atë pjesën e mbarojmë, pastaj shkojmë diku tjetër, vinë prapë këtu, japim modele. Nuk edhe modele njerëzit kanë qasje tjetër. Dhe besoj që në këtë mënyrë ne fillojmë dhe mbarojmë rrugën ta. Pastaj gjëra të tjera. Fillojmë kanë punë tjera. Po, dhe duke qenë se jemi në përfundim të emisionit dhe në prag të natës së ndrimit viteve, cili është urimi apo mesazhi që u drejtoni nëpërmjet televizionit 6+1 Vlora banorëve të Bashkisë Selenicës? Të parë uroj që të kenë shëndet në familjet e tyre, të kenë një zhvillim ekonomik, social, i cili do të jetë një zhvillim për gjithë neve, duke i ndryshuar një herë përgjithmonë faqen e bashkisë, duke e kthyer atë në një bashki të jetueshme, në një bashki që edhe kjo do të kthehet një bashki promovuese dhe një bashki ku jetesa atje nuk do bëhet vetëm se ka ngelur dhe s'ka ku të shkoj, por do bëhet sepse atje jetohet më mirë se dhe qytetet e tjera. Faleminderit zoti Bella që ishte me mua sot në studio. Dhe gëzuar vitin mbar. Gëzuar edhe mbarësi. Shikues të nderuar, ishim në fokusin special të fundvitit me kryetarin e Bashkisë së Selenicës, zotin Ertil Bellaj. Faleminderit dhe ju që na ndoqët.